Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim, do t'ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave dhe portaleve online, dhe më pas me zëra qytetarësh plotësojmë tablon e informacioneve të këtij mëngjesi nga realitetet tona të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt Tragjedia në Itali. Familja shqiptare shuhet në banesë nga rrjedhja e gazit. Helmimi nga kaldaja. 4 pjesëtarë të një familje shqiptare humbën jetën tragjikisht nga helmimi me monoksid karboni në një banesë në Rughi, në Itali. I vetmi që ka mbijetuar është vëllai i kryefamiljarit, i cili ndodhet në gjendje kritike në spitalin e Pizës. Familja Kola, me origjinë nga Peqini, e kishte bler banesën prej 3 vitesh, por ishte vendosur aty kohët e fundit. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së mërkurës, kur forcat e rendit hynë në shtëpinë trekatëshe në rrugën Via Galgani. Tavolina ishte ende e shtruar. Betej deri në rrëzimin e Ramës. Berisha zbulon strategjit e protestës së 10 shkurtit. Mesazhi. Berisha, 300 apartamentet e Ballukut janë vetëm 1/10 e pasurisë së saj. Investimet që u kthyen në afera dhe rasti 50 milion eurove të Ballukut, si u përdorën aktet normative për projekte në hetim. Prindrit, pronar të kompanive të auditimit BDO Albania dhe PBM, Veting, zbardh konfliktin e interesit të ministrit Malaj. Plani kombëtar, qeveria hapi TikTokun, por filtrat ende nuk janë vendosur. Të përndjekurit, skeme re për përshpejtimin e pagesave të dëmshpërblimit. Përfituesit do të gjejnë emrat e tyre në brendësi të gazetës Panorama. Në rubrikën opinion të kësaj gazete, nga profesor doktor Arben Malej, botohet shkrimi Shumica, gjyqësori dhe rreziku i një autokracie kryeministrore. Nga Rafael Floqi, Bella skandal apo Republika e rrëshqitjes së madhe. Nga Leonard Veizi, anatomia psikologjike e elitës së padukshme. Kujtesa Dardane, nga Visazhiti, botohet shkrimi Në Lisbon, aty ku historia flet përmes ambasadës së Kosovës. Nga Drita Harito, drama e familjave tiranase më 1944. Isha 11 vjeçe kur pash vrasjen e xhaxhait dhe burgun e babait. Dëshmia tronditse për 4 shkurtin. Janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Kalojmë tani te gazeta Telegraf. Rikthehen sudet në maskën e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, me kryetar një pensionist italian. Qeveria legalizon Bankën Shqiptare të Zhvillimit, anashkalon paralajmërimet e Komisionit Evropian për rreziqet fiskale. Banka, në administrimin e bankierit pensionist italian dhe Këshillit Politik të zgjedhur pa garë, gati të mbledh kursimet e shqiptarëve përmes një entiteti të veçantë të postës shqiptare dhe të jap kredi, por nuk do mbikëqyret nga Banka e Shqipërisë dhe as nga Parlamenti. Ky është një eksperiment i rrezikshëm, ku paratë e shqiptarëve hyjnë në një zonë gri ligjore, ku as ligji dhe as statusi i Bankës së Zhvillimit nuk e sqarojnë se kush ma përgjegjësinë ndaj depozitave të klientëve. Lutje, kamera, turizëm politik dhe dështime politike të importuara. Ky është titulli një speciale nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës për Euroazin. Kur elita politike e Shqipërisë dhe Kosovës pushtojnë Washingtonin për mëngjesin kombëtar të lutjeve, duke shndruar këtë ditë në një instrument mashtrimi politik për publikun vendas. Realiteti është se në Shqipëri, politikanët që flasin për partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës përdorin Washingtonin si sfond, ndërsa në Tiranë drejtësia mbetet e politizuar, korrupsioni mbrohet nga pushteti, zgjedhjet kontestohen dhe institucionet përdoren si zgjatim partia. Nga profesor doktor Afrim Krasniqi botohet opinioni me titull Zëri i Amerikës dhe Shqipëria. Nga Gëzim Tushi, sociolog, polikrizat e shoqërisë. Në faqen e parë të gazetës Telegraf vijojnë titujt e tjerë. Kryeministri Edi Rama pritet në takim nga Papa Leoni XIV në Vatikan. Diskutime për çështjet rajonale dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Belin Kolliçi në Washington, Shqipëria në radarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për bashkëpunimin e kryeministit shqiptar me Soros dhe lidhjet me Sinaloan.
Bemblushi, ja si vidhen shkrimtarët nga botueset prej Silikoni, ku ligji dhe shteti u jep mundësi të vjedhin në mënyrë spektakolare. Struktura e posaçme antikorrupsion hap dyert për kryetarët e bashkive. Dosja e timore zbardh SMS të Benet Besit me Berberin për tenderin 700 milionësh të keshit, ku fituesi ishte paracaktuar. Jaroli Adela Rukos dhe Dritan Dakolit. Flamur Golemi pyetet 3 orë për aferën 620.000 euro, hetimet për argjinaturën e lumit Erzen dhe proteste banorëve parabashkisë së Beratit. Nën kryetari protestoni, por rruga nuk bëhet se nuk ka fonde. Pushteti lokal josh gazetarët për vijën editoriale. Ja lista institucioneve që kanë grabitur arkën e shtetit me 24 miliard lekë abuzime. Aktualitet, përveç evazion fiskal, bankers i kushton shtetit edhe miliona euro në arbitrazhe. Ja si u zhdukën në një muaj rreth 12 milion dollar. Amnistia penale, 1.400 të burgosur dhe 9.000 veta në akuzë përfitojnë liri, ja kategorit me ullje dënimi dhe pushim hetimi. Mjeku në familje, ja 6 dietat për një zemër të shëndetshme, shenjat, shkaqet dhe 5 mënyrat që parandalojnë hernien diskale, terapia dhe si të shmangni operacionin. Buka me arsenik dhe bulmeti me kimikate, shkak për tumore. Si çdo të premte, sot është suplementi pena shqiptare, zë një vend të dukshëm në faqen e parë të gazetës Telegraf. Në të një numër i madh autorësh botojnë shkrimet e tyre. Nga Mitroçela botohet shkrimi Çupat e kombinatit dhe Spahi Vogli. Nga Kristaq Billo, Vaçezela, artistja dhe shoqja e lagjes sime. Nga Agim Bajrami hidhet një vështrim mbi romanin tim më të ri, Marsi i Marr. Drejtora Golli, një miku tim demokrat, Vladimir Duraj, Zia Qela, mjeshtri që e bën madhështin të duket e thjesht, Kastriot Saka, Këshill, Arsinoj Zengo, Akrepat e Mesnatës, Riza Çato, Erdhi Koha, Namik Dokle, Dritëroj, Flamur Kalemi, Joana Dhamanti, Vjosa që përmbyti Galerina Arteve Tiran, Merita Gruda, Arome Robëruar, Shefika Rifi, Ike pa thënë lam të mirë. Një numër i madh autorësh botojnë krimet e tyre në brendësi të këtij suplementi, emrat e tyre shpalosen të gjithë që në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, 12 milion dollar me një kafshat. Ky është titulli një analize nga Klodian Tomori. Bankers Petroleum ka zhdukur miliarda ndër vite, por ky episod tregon makutërinë dhe shpejtësinë me të cilën përpihen parat e naftës shqiptare. Shpejt, heshtur dhe pa skrupuj, historia 2 ngarkesave me 200.000 fuqi nafte të Patos Marinzës që dolën nga porti petroliferës në Vlorë, por parat as nuk mritën në Shqipëri dhe as shkuan në llogarinë e bankers në Vjenë. Ato u zhdukën në një llogari të fshehtë. Rrëfimi i Tronditës, si hyri Sazani në radarët e miliarderit pedofil Epstein që në 2016. Dëshmia që ka dhënë një ish zyrtare FBI-s amerikane për fillesat e errta të interesit në ishullit shqiptar, si shfaqet në dëshmi Sultan Ahmed bin Sulejman. Investigimi, një miliarder i burgosur dhe historia e avionit të Ramës në Izrael. Kujt i përkiste avioni luksoz me të cilin kryeministri shqiptar iku dhe u kthye në Tiranë pas vizitës. Artikulli plot i përkthyer. Media turke proqeveritare e quan Ramën kloun. 2 arsyet e fshehta pse shkoi në Izrael. Një shenjë qartë e thyrjes së miqësisë me Erdogan, pasi gazeta që e ka botuar është e njohur për linjën konservatore pranë presidentit turk. Editoriali tallet me Ramën për piruetat me përkatësim fetare dhe thot se e kthen velën nga fryn era. Standarde, një shoqëri e trembur me burgim nuk ndëron dot lirinë e tjetrit. Burgun për një faturë apo parkim, pushteti e quan rend, kur burgu i afrohet vetë pushtetit, quhet persekutim. Nën Tereza në gojën e një torollaku, është titulli një shkrimi që botohet në rubrikën e lexuesve. Protesta në Spak, banorët kundër resortit luksoz të ulejt. Rubrika e shëndetit, shëndetësia falas, një tallje. Shqiptarët paguajnë më shtrenjtë në rajon. Sondazhi,
84% e shqiptarëve paguajnë nga xhepi për vizitat dhe analizat. Spitali onkologjik, kërdia e tumoreve dhe lajthitja e ministres. Kreu i urgjencës në qarkullim deri në 8 lloje virozash. Janë shkrimet që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Kalojmë tani në disa prej gazetave dhe portaleve online. Filloj me gazetën Express që del në Prishtinë. Presidenti Vjosa Osmani për gazetën amerikane Newsweek. Nëse jam presidente, e nominoj Trumpin për çmimin Nobel, natyrisht që e meriton. Dacic. Mitat Lozhanit ju caktuan 48 orë para burgim. Do të sillet në zyrën e prokurorit publik për krime lufte. 70 vjeçari pëson gjakderdhje në tru pasi goditet nga vetura në Mitrovic. Konspiracione. Si mund të thuash që Edi Rama pas ka mujt me siguru ftesën për bordin e paqes? Hasan Papaj flet për artikullin e gazetës gjermane. Kalojmë tani te Start News. Është portali që veçon shkrimet Ambasadori OSBE apel klasës politike në Shqipëri. Të nisë sa më shpejt puna për reformën zgjedhore. Gjermania ka punëtor më të moshuar në Bashkimin Evropian. Deutsche Welle është dramatike. Shtyhet gjithnjë më shumë mosha e daljes në pension. Kriza e blegtorisë, importet e bulmetit u rritën me 62% ndërmjet viteve 2021-2025. Shifrat, shëndetësia nga xhepi. Familjes shqiptare paguajnë faturën më të lartë në rajon. Aktualitet, Ylber Qenani, babai 2 fëmijëve në rrezik për jetën. Të afërmit apelojnë për ndihmë, ja si mund të jepni kontribut. Virusi i shpendëve dhe gjua blu. Shqipëria mbyll kufit për shpendët, vezët dhe blegtorin nga 4 shtete. I pandehur për hakerimin e Spakut, ish kreu i burgjeve shkon në gjykatë kundër krimit të organizuar. Gjykata e posaçme lë në fuqi masën për Mirlinda Karçanej. Nga Spaku, banorët e Rjollit në Velipoj protest kundër resortit. Flamur Golemi del pas 3 orësh brenda. Dosja Meta, mbyllen parashtrimet në gjyqin paraprak. Më ktheni telefonat. Apeli gjykatës kundër krimit organizuar pranon pjesërisht kërkesën e vartëse se Ilir Prodës, Ervina Gjana. Ekonomi, Fondacioni Mane bashkëpunon me fundjavë ndryshe. Dhurohen 1240.000 karige me rrota për personat me aftësi të kufizuara. Biznese që fshihen si familjar. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike nis kontrollet për faturat e energjisë. Toka bujqësore në rrethinat e Tiranës kushton deri në 100 euro metri katror, rreth 70 herë mbi mesataren e Bashkimit Evropian. Arsenik në bukë dhe toksina të tjera, përgjegjëse për kancer dhe sëmundje të rënda. Politik, Partia Demokratike bën pa Berishën. Saljani, rival alternativ në Partinë Demokratike. Beko bën krahasimin, të dy të qartë, njëri kërkon parti të hapur dhe moderne, tjetri. Berisha të hap listat e antarësisë nëse ndihet i sigurt. Saljani, sallat e mia sollën protestën para kryeministrisë. Qeveri teknike, Duka, e vështirë nëse janë të gjithë bashkë. Bashkimi rrotull Partisë Demokratike më duket i pamundur, por mund të bashkohemi për çështje të rëndësishme. Berisha nga njësia 7 në Tiranë, o qeveri teknike ose përballje, këtë qeveri nuk e pranojmë kurrë më. Vizita në Vatikan, kryeministri Rama takohet me Papa Leonin e 14, zbulohet biseda. Agjencia BIRN, Rama në Izrael me avionin privat të sekuestruar nga ish miliarderi kriptovalutave. Kultur, deputetja Ina Zhuba kërkon ndryshime ligjore. Shteti të jetë garant i trashëgimisë kulturore, jo privati. Green Vjosa, Gjermania nis projektin 3 vjeçar për zhvillimin e parkut kombëtar dhe turizmit lokal. Shkodra bëhet gati për karnavalet nga 9 deri në 15 shkurt. Një opinion nga Pal Nikoli mban titullin Shteti që punon për pakicën. Nga Ilir Pilku, Shqipëria nuk mund të mbrojë sektorin bujqësor thjesht duke rritur tarifat e produkteve të importit. Nga Arjan Galdini, koha, barazia dhe urtia, kundër rendin ndaj pushtetit të vonesës dhe shterimit të emergjencës. Rajoni, Agim Ademi rizgjidhet presidenti Federatës së futbollit të Kosovës. Nga bota, negociatat me Rusin, Zelenski zbulon zhvillimin e papritur. Bisedimet e radhës ka gjas të mbahen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nga sporti historike, lojtari kombëtare së Kosovës Vedat Muriqi në top 500 europiane për këpucën e artë, janë shkrime që vinë në Start News. Kalojmë tani te gazeta Standard, dosja Balluku mbrin në Bruksel. Çfarë ndodhi në mbledhjen që alarmoi Ramën? Bankers Petroleum zhduku $12 milion në një llogari të fshet muajin e kaluar. Betonizohen tokat bujqësore në rrethinat e Tiranës. Çmimet 70 herë mbi mesataren e Bashkimit Evropian. Mjeku shqiptar thyen heshtjen. Prifti, e vërteta tronditse për origjinën e koronavirusit dhe vdekja misterioze e shkencëtarit. Rama në Izrael me avionin privat të sekuestruar nga ish miliarderi i kriptovalutave. Familjet shqiptare paguajnë faturën më të lartë në rajon për shërbimet shëndetësore. Libri i ri i zgjedhjeve e damkosi Ramën në të 4 anët e globit. Me 2 miliard euro ai asgjësoi zgjedhjet e 11 majit. Berisha, Edi Rama bleu zgjedhjet. Këto mandate po i përdor si mburoj për krimet dhe plagëshkritjet e tij. Gjigjo takon kongresmenin Abderholt. Rama po përdor drejtësinë për të luftuar kundërshtarët. Cakrani pas seancës për metër në gjykatën kundër krimit organizuar. As gjykata s'ka kuptuar akuzat. Çështja do të bjerë, nuk ka vepër penale. Janë shkrimet që vinë në faqen kryesore të gazetës Standard në versionin online. Gazeta Tema në versionin online gjithashtu sjell shkrimet: Berisha nuk ka arsye të zotohet ja do vdesim, ja do rrojmë, por mjafton t'i përgjigjet një pyetjeje. Një skandal dhe kapërcim shumë i madh ligjor, etik dhe deontologjik nga prokurorët Dado dhe Dumani. Pse nuk shkojnë opozitarët në protestat e Sali Berishës? Zbardhet audio. Altin Dumani dhe Olsi Dado akuzojnë para gjykatëses se Velia i paguan avokat amerikan për të mbrojtur prej tyre. Kush janë Epsteinët shqiptar? Kur kryeministri zgjedh përplasje në vend të reformës. Fitim Zekthi, si u shkatrua institucioni protestës në Shqipëri? Çfarë na mëson realisht skandali Epstein? Doja Tavrisja të merja hak. Henrik Hoxha dëshmon të plumbi art. Me Ismet Boriqi nisi me një pse më she. Vëzhgimi i gazetës Tema, si u përfshi Agim Ismaili në grup të strukturuar kriminal nga vesi i dikujt që hakeronte kompjutera. Dash Shej, reformën në drejtësi ka dështuar. Andi Bushati, reformën në drejtësi dështim kolosal. Apo vonohet heqja e imunitetit për Ballukun? Manja, heqja e lirisë është mas ekstreme. Arlin Qori, Berisha është personi më i diskredituar në 35 vite. Editoriali shkruar nga Merobaze mban titullin Një dëshmi skandaloze se si gjykon drejtësia e re në Shqipëri. Antena brenda familjes. Mark Rutte alarmohet nga fjalimi i Mediut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë shkrime që vinë në gazetën Tema. Alfa Press në rubrikën politik sjell shkrimet Lubonja, Rama i rrezikshëm për demokracinë. Berishës ju dha shansi 2 herë. Pres Zogaj, Rama nuk rrezikohet nga opozita, por vetëm nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse i del kundër drejtësisë. Dervishi, pa kënaqësinë dhe Partisë Demokratike e kanë ata që kanë dalë nga ajo parti. Editoriali shkruar nga Bato Kosova mban titullin Subkonscienca mbi demencën. Berisha rrëzon vetveten duke pranuar që Rama vodhi zgjedhjet e vitit 2021, nuk i shiti Basha. Protesta e opozitës, deputeti demokrat, kemi 3 vite që kërkojmë qeveri teknike. Kloun i pakëndshëm, media turke sulmon Ramën, imoral dhe i gatshëm të ndryshoj bindje sipas interesit. Rama po ngret dallgu rrejtje ndaj gjyqtarëve. Dashej, reformën në drejtësi ka dështuar, përveç prokurorisë dhe gjykatës speciale. Reforma territoriale, Krasniqi, 4 fisë dërgojnë përfaqësuesit e tyre në Këshillin Bashkiak. Lutfi Dervishi, asnjë nga bashkitë e vendit nuk gjeneron të ardhura për të mbajtur veten. Territorialja dhe zgjedhorja, Berisha, kemi presion që të jemi në reformë, ne do bëjmë projektin ton. Berisha nga njësia 7, ose qeveri teknike, ose përballje. Këtë qeveri nuk e pranojmë kur më. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të Alfa Press. Kalojmë tani te portali publik. Spak ka videot.
Edhe ne kemi skandale si ato të Epstein. Vučić në paranoj akuzon Shqipërinë, Kosovën dhe Kroacinë për protestat. Kur Medellin zbarkon në zemër të Lezhës. Rrëfimi tronditësit Daniel Shimës mbi rrëmbimin. Si vidhen shkrimtarët nga botueset prej Silikoni, janë shkrimet që veçuam nga portali publik. Kalojmë tani tek faktor.al, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia rivendosin dialogun ushtarak pas 4 vitesh. Reformat e kanë çmendur popullin. Analisti Lita kanë bërë 100 ligje për të mos ia dhënë pronën pronarve. Bankers Petroleum zhduku $12 milion në një llogari të fshehtë muajin e kaluar. Ofruan para në këmbim të votave për Partinë Socialiste. SPAK çon për gjykim 3 persona. Emrat e tyre botohen në faktor.al. Kryebashkiaku i Gjirokastrës paraqitet në SPAK. Rama lutet në Vatikan për Shqipërinë. Ruaje o Zot. Lita, Partia Socialiste bëri një reformë territoriale katastrofë dhe nuk kërkon as ndjesë për dëmin. Janë shkrimet që veçuan nga portali faktor.al. Agjencia e lajmeve NOA, Agjencia e lajmeve online, Manja tregon pse po vonohet vendimi për heqjen e imunitetit për Ballukun. Nga e premtja rreshje intensive shiu, shërbimi meteorologjik ushtarak jep alarmin. Berisha lëshon ultimatum, qeveri teknike ose do përballeni me ne. Skadon traktati Shtetet e Bashkuara të Amerikës Rusi për armët bërthamore. Çfarë pritet tani? Aksident me vdekje në Tiranë. Albana Koqiu nuk rikthehen monopatinat. Sport, Atalanta turpëron 3-0 Juventusin dhe e eliminon nga Kupa e Italisë. Janë shkrime që vinë në Agjencinë e lajmeve NOA, Agjencia tjetër e lajmeve online VNA, sinjali i hapur i mazhorancës. Reforma në drejtësi do të rishikohet. Manja gjykatësve vëri një gishtin mendjes. Mbetjet e rrezikshme të Kurrum, Klodiana Lala, grupi strukturuar kriminal, të hetohen ministrat nga SPAK-u. Rrëfimi tronditës i Daniel Shimës dhe provat e reja të SPAK-ut e çojnë dosjen e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në një dimension të ri skandali. Lajthitjet e ministres Sala, shpik ekosistemin e kancerit, por hesht për spitalin onkologjik dhe pacientët pa trajtim. Grida Duma, eksperte e drejtësisë, sinkron me Edi Ramën, shpall gjyqtarët e korruptuar dhe u kërkon shqiptarëve të refuzojnë rritjen e pagave. Berisha sulmon gjykatën kushtetuese për fsheh emrat e anëtarëve bllokues të çështjes Balluku. Nën Shqipëri mos ki frikë. Sigurim po ta sjell me video tabako nga Amerika. Skandali Akshit, apeli posaçëm detyron mediat të mos publikojnë të dhëna për të besuarit e Ilir Prodës, Ervina Gjanën. Lala janë qelluar rreth 30 herë me Kalashnikov në përplasjen me armë në Lezhë. Berisha për reformën territoriale, plani i Ramës ulja në 28-30 bashki. Bashkëpunimi me Partinë Socialiste thuajse i pamundur. Janë shkrimet që vinë në Agjencinë e lajmeve VNA. Kalojmë tani tek Skyweb, drafti, kriteret e reja për amnistim penale, kush i shpëton burgut. Shqiptarët kanë 1.5 trilion lek depozita në banka, ndryshon trendi në raport me euron. Gazeta Koha Jon veçojmë titujt nga Deutsche Welle, 10 vjet reforme pa precedente drejtësisë shqiptare, nga pastrimi në kolaps total. Kryeministri Rama pritet në Vatikan nga Papa Leoni i 14. Gazeta Koha që del në Prishtinë, zyra rregullatore e energjisë alarmon se plani i korporatës energjetike të Kosovës për investime në termocentrale rrezikon sigurinë e furnizimit. Bëhet thirrje për protestë masive kundër propozimit për shtrenjtimin e rrymës. Nga Veton Suroj botohet opinioni pse Serbia nuk është neutrale. Osmani thosë se do të nominonte Trumpin për çmimin Nobel për paqen. Fetau, vetëvendosja është e fundit që mund të flasë për kushtetutën. Muaxhiri, kushtetusja, bastioni fundit i madh i pafituar nga vetëvendosja. Janë në shkrimet që vinë në faqen kryesore të gazetës Koha. Kapitali është portali që veçon shkrimet, Bankers Petroleum zhduku $12 milion në një llogari të fshehtë në muajin e kaluar. Fiskalizimi në kolaps.
Komisioni i Prokurimeve Publike bllokon sërish tenderin 7,7 milion euro për mirëmbajtjen e platformës. Pamfleti, ligjet që vranë demokracinë, një shkrim nga Marko Mondini. Nga Gjergj Zefi botohet editoriali me titull Rikthimi i marrëveshjeve që varrosin kombet e vogla. Shqipëria prej ditësh në sulm kibernetik nga Irani. Lapsi.al, që shkrimet, çështja Balluku mbri në Bruksel. Çfarë ndodhi në mbledhjen që alarmoi Ramën? Talentet po i merr Europa. 5.400 karta blu për shqiptarët në dekadën e fundit. Moti i keq vazhdon në Gjermani. Aeroporti Berlinit mbyllet për shkak të ngrisave. Gazeta turke pro Erdogan sulmon Ramën. Palazzo antipatik. Ç'po ndodh? Kriptomonedat në pikjat humbasin 1,7 trilion dollar. Rama nxjerr ulësiun të bëj presion gjykatësve, t'i vën gishtin kokës ose Bashkimi Evropian ultimatum Ramës për Ballukun, lëvizjet e fundit dhe një SMS te kryeministri. Politico, Epstein kishte futur në rrjetin e tij edhe Brukselin. Rrëfimi i tronditës i Daniel Shimës dhe provat e reja të Spakut, skandal i ri në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit, vrasje për qef me snajper në Sarajevën e rrethuar nga serbët, një italian në hetim. Berisha, betejë opozitës tani është ja të vdesim, ja do i rrëzojmë. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të portalit lapsi.al. Gazeta Mapo, udhëtimet e Epsteinit për gratë në Evropë, rrjeti i tij kontakteve në Belgjik dhe agjencitë e modelingut për trafikimin e vajzave. Çmimet e ushqimeve në Evropë. Kosova, inflacioni më të lartë në rajon për 2025-ën. Shqipëria më të ultin. E pa vërtet, Albano Koçiu hedh poshtë lajmin për ndalimin e qarkullimit me monopatina. Masa mbetet në fuqi, pra monopatinat ndalohen. Bold News, Ministri Finansave në konflikt interesi. Prindrit e tij zotërojnë biznese auditimi dhe konsulencë. Porti i ri, projekti me barë të rënd financiare që është kthyer në një sag të pafundme vonesash. Nga lajmi i fundit veçuam shkrimin shqiptarja do të bënte çdo lloj pune. Emaili në dosjen Epstein ekspozon rekrutimin e vajzave të reja. Timoni.al, Slovenia po shqyrton mundësinë e ndalimit të përdorimit të rrjeteve sociale për individët nën 15 vjeç. Citizens është portali ku veçojmë shkrimin, faqja anonime linçojnë aktivistët e Zall Gjoçajt. Banorët e rrjollit përballë Spakut, kërkojmë pronat tona. Nga Gazeta Bulevard, skandal i ri me avionin privat të Ramës. Fjalia më vrastare është se nuk paguan qeveria. Përmbytja dhe evakuimi në Sukth. Prokuroria Durrësit nis hetimet për ndërhyrjet në argjinaturën e lumit Erzen. Ku po shkojmë? Është editorial i shkruar nga Sidi Hasanej. Viti 2026. Shqipëria ka 35 vjet që beson se ka rrëzuar diktaturën komuniste, një diktaturë ndërtuar mbi kultin e individit, mbi adhurimin dhe fetishizimin e supernjeriut të vendosur diku me Zotit dhe njerëzve. Por 35 vjet më vonë, vendi ndodhet sërish në një rrugëtim të errët, në një shteg më kaotik dhe më të paqartë se kurrë, shkruhet në gazetën në Bulevard Mëngjesin e sotëm. Durrës Lajm veçon shkrimet, Bashkia Durrës paralajmëron mod të keq, rreshje të dëndura, shtrëngata dhe erra të forta të premten. 5 ditë me rreshje intensive shiu në Durrës, prefekti, të gjitha strukturat përgjegjëse në gatishmëri maksimale. Lëndëmir General Brigade Ylli Dimraj u presh në paqe. Janë shkrimet që veçuam nga Durrës Lajm si informacionet të fundit në mëngjesin e ditës së sotme. Dhe kemi sjellë kështu informacionet të fundit përmes disa prej gazetave dhe portaleve online. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj që me zërin e qytetarëve në telefonin tonë të përbashkët 045 620 601 të sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po përpara se sa të kalojmë në bisedat tona të përditshme, do të ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe kthehemi pastaj sërish së bashku në studio.